Përshëndetje të dashur ndjekës të mi. Sot pranë jush do të vi me një histori shumë të dhimbshme. Do të vi me një histori që do të befasoheni se sa janë zemërgjëra nënat tona dhe çfarë janë në gjendje të bëjnë. Përshëndetje Tiranë. Unë që po të shkruaj rrëfimin e jetës time, jam një zonjë, jam një grua, por më shumë më pëlqen të them jam një nënë e madhe. Të paktën ashtu më thrasin edhe fëmijët e mi, nëna e madhe. Jam rritur nga një nënë që në atë kohë nuk kishte siç janë ditët e sotme, por më mësoi që e bukura e jetës është të falim dashuri. Gjithmonë më ka mësuar që sprovat e jetës t'i marr si një mundësi për të ecur përpara, si një mundësi për të ngritur sa më shumë veten. Në ato vite jam martuar me dashuri. Burin tim e kam dashur që nga dita e parë, deri më sot, që kemi kaluar dekada bashk, e kam dashur dhe e dua çdo ditë më shumë. Dhe i këshilloj të rinjt të dashurojnë çdo ditë njeriun që kanë në krah, sepse çdo ditë që ne zgjohemi është një mundësi e re. Dhe unë edhe bashkëshorti kemi dashuruar çdo ditë të njëjtin njeri. E sa e bukur është për ta thënë. Por jeta nuk ka vetëm dashuri, jeta ka dhe vështirësi, ka dhe sakrifica, ka dhe dhimbje. Kur bashkëshorti im ishte 36 vjeç, në një aksident automobilistik humbi vëllaun e tij. Një vit më i vogël se bashkëshorti. I sapo martuar. Dhe në jetë sapo kishte ardhur vajza e tij. Kunata ime, sot ish kunata ime, kishte një presion të madh nga familja dhe pas vdekjes së kunatit, pas një muaj, prindërit erdhën e morën, por nuk binin dakord që të merrnin vajzën e vogël. Edhe vajzën e vogël e lanë në duart e vjerës time. Unë kisha lindur djalin e madh, do me thënë, ishim një familje e vogël, me 2 fëmijë të vegjël shumë afër njëri tjetrit dhe me një jetë tepër të lumtur. Sot e kësaj dite kur e kujtoj momentin kur kunata ime është ndarë me vajzën, lotët më pikojnë si shi. Është e dhimbshme të ndahet nëna prej gjës më të shtrenjtë, prej fëmijës. Vjera ime mbeti me dhimbjen më të madhe. Lëre që humbi djalin, por humbi edhe nusen. Atë nuse që ne mendonim se do t'jetonim bashk, edhe do t'ishte krah për të bien e saj. Jeta do të vazhdonte. Dhe unë së bashku me burin vendosëm që vajzën të vllaut të tij ta shkruajmë në emër ton dhe ajo të rritej njëjtë siç të ishte fëmia jon. Kështu ndodhi, shkuam në gjendjen civile, ndryshuam të dhënat, plotsonim kushtet, edhe vajza kishte baba, tim shoqi, edhe 9 mua. Pas 6 muajsh të ardhjes në jetën tonë të kësaj vajze, unë beta shtatzën në vajzën time të dytë. Por unë sot e quaj në vajzën time të tretë. Linda jashtëzakonisht mirë dhe vjera ime më uronte çdo ditë.
këtë vepër që bëre ti, Zoti ta bëft me flori. Pas disa vitesh, nga një sëmundje shumë e rëndë, vjera ime ndroi jetë, ndërsa vjeri pak më herët. Jam kujdesur për to si për prindërit e mi. E doja aq shumë atë nën sa që mundohesha me dashurinë time të vërtet, t'ja heqja atë që zemra nuk i thonte që t'i del. U munduam t'i falim dashuri. Vajzën e ritëm me të gjitha të mirat. Po e them sot, e kam dalluar nga fëmijët e mi. Doja të ketë më shumë. Doja të jetë më e lumtur. Sepse gjithmonë fotografi para fytyrës më rinin lotët e nënës të saj që e detyruan ta lënë. Kur vajti vajza 18 vjeç, pikërisht në shkollën e mesme, në një zënk në klasë me shokët edhe shoqet, ja treguan të vërtetën e saj të hidhur. Vajza e shqetësuar vjen në shtëpi edhe më thot pse nuk ma ke treguar të vërtetën, ju nuk jeni prindërit e mi, ju jeni prindër birësues, edhe nëna ime më ka lënë edhe ka ikur me tjetër. Ajo që më preku më së shumti nuk ishte prindër birësues, por ishte nëna ime më ka lënë edhe ka ikur me tjetër, dhe këtu unë u theva në shpirt. Sepse lëre që i kishin treguar, por edhe kishin shpifur dhe kishin gënjyer. U preka shumë, edhe në atë moment i them zemra e mamit. Ullu te karigja dhe mami do ta tregoj të gjithë të vërtetën. Ulem edhe ja tregoj të vërtetën siç ka qenë, duke i thënë se nëna jote nuk të ka lënë, por e detyruan të të lënë, dhe që ne mos të të lënim keq edhe rrugëve, të kemi rritur, jemi kujdesur për ty, edhe të kemi bërë të shenjtën e shtëpisë. Vitet kalonin dhe vajza po ëmbëlsohej me titullin e nënës të saj. Pas 25 vitesh, kur vajzën e fejuam edhe do ta martonim, unë bëra të pamundurën që ta gjej ish kunatën time, të flas me të, të takohem me të. Ata e kishin martuar në Greqi. E kisha shumë të vështirë komunikimin, sepse e kishin martuar për të mos u kthyer kurrë dhe ajo kishte haruar edhe gjuhën shqipe. Por nga bisedat që bëm, nga dëshira edhe e saj e madhe për të takuar vajzën të cilën e kishte lënë dikur dhe brenda në shpirtin e saj ishte shndruar në një peng, ne arritëm që ta sillnim në ditën më të bukur të jetës të vajzës tonë. Arritëm që nënën biologjike ta kemi në dasëm. Takimi ishte një moment shumë i dhimbshëm. Në atë moment qaja thoja ku të ishte dhe vjera ime ta shikonte këtë gjë. Por isha e lumtur që buri ime shikonte. Isha e lumtur që unë e shikoja. Edhe e dija që dhe babai i vajzës, kunati im në këtë rast, e shikonte nga qielli. Dhe në ato lot që ne derdhnim ishin lot lumturie, ishin lot gëzimi. Sot goca ime është nën për vete, por edhe është gocë me 2 nëna. Unë në radhë të parë që e rita dhe u kujdesa për të, dhe kunata ime në radhë të dytë nëna e saj biologjike, që sot kemi një raport jashtëzakonshëm edhe me bashkëshortin e saj grek, mbajmë raporte shumë të mira dhe bëjmë që të dyja vajzën tonë të ndihet e lumtur.
Në përfundim të kësaj letre dua të them të lumit ato që din të bashkojnë dy zemra të ndara.